Mbrëmja e fundit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri ka qenë e mbushur me emocione të forta, veçanërisht për Selin, e cila u duke prekur dhe emërsitur pas daljes së Gimbos nga shtëpia. Në këto momente të vështira brenda lojës, ajo ka marrë një mbështetje të jashtëzakonshme nga jashtë, cila e ka dhënë forcë për të përballuar situatën. Vëllai i saj DJ Ono reagoi menjëherë përmes një postimi të ndjerë në Insta Story, duke i dhënë Selinit një mesazh mbështetjeje. Ai e cilësoi motrën e tij si mbretëreshën e vetme dhe fituese në vërtet të këtij formati, duke theksuar se forca e saj nuk vjen nga zhurma apo rivaliteti, por nga qetësia dhe qëndrueshmëria që ka treguar çdo ditë brenda shtëpisë. Ka vetëm një mbretëresh, e vetmja që meriton fitoren. Mundohuni sa të doni, por ajo kurrë nuk do të bjerë poshtë, shkroi DJ Ono. Ai shtoi se motra e tij përfaqëson dinjitet, guxim dhe një zemër të palëkundur, duke vënë në pas se karakteri mbetet më i rëndësishëm se fjalët ose intrigat brenda shtëpisë. Postimi përfundoi me një deklaratë të fuqishme nga vëllai. Selin nuk është një konkurrente. Ajo është arsyeja pse kjo lojë ka kuptim. Të dua dhe do të dua gjithë jetën.